O, përshëndetje mi së dhashe. O, kohën e funit Ermali është ka marrë shpirtin. Sepse gjithmonë me drejt, kuptohet jo pa drejt. O, fort ma palëmbre Qorollin. Shkojna mi si lutem. Qaq mirë ka punu në mandatin e kalum, sa qaq shumë ndëshkoj sa edhe 51%. Tjetër forma ajo ka qenë, tjetër shpërlarje, formë, po vetëm matoni bre pak që ka po folni. Bravo. Matoni pak që ka po folni, më zgënjeni, po Ermal Panduri, si që dim, si që njofëm. Qorollin, ti edhe që ka gënjen shumë. Po më dogot edhe ti pas ke jetu, kur ka thonë 15.000 euro i ka argjit Albin Kurti, për një natë në klab. Ja pas ke bajt men, bravo të koftë. Qështu duhet Ermal Panduri? Qështu fiton poena? Qështu fiton shikueshmëri? Po jo me akuzu të mirin. Kështu që përshëndetin nga Oslo Ermal, të përshëndet shumë. Qoroll, qështu hup njëra autoritetin, të gënyi, të i mashtru, të i mëru me shpif. Por një njeri që e dojnë 51% popullit Kosovës. Mos sëmë përshim një për Maqedoni, që të Shqipnis për ditë të më shkrujnë Shqipnis, për bez, a bina neve Albin Kurti pa jakë me diramën. Kështu që, mishtë të dashe, kjo është e video për sot mire pashëve të radhës, Zotë i rujtë veç.